Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë nga një pamje shumë e bukur, nga një vend ku në fakt mua më ka mbërritur një rrëfim dashurie. Pasi që unë banoj në këtë qytet, edhe doja që këtë rrëfimin e dashurisë t'ju a bëj në mënyrën më të bukur edhe më të ndjerë, në mënyrën e sinqertë. Dashuritë e vërteta thuhet që nuk përfundojnë në altarin e kuq. Dashuritë e vërteta thuhet që nuk përfundojnë në kuror. Do me thënë janë ato dashurit që lindin, jetohen, shijohen, krijohen ëndra të ndryshme, por fundi i tyre fatkeqësisht është një fund i hidhur. Dhe pikërisht ditën e sotme, unë do të ndaj një rrëfim të tillë, unë do të ndaj një histori të tillë. Në këtë vend ku shikoni, këtu janë takuar për herë të parë. Bëhet fjalë për një çift që nuk kemi mësuar në shoqërinë tonë të dëgjojmë dashuri të këtilla, për shembull një djalë i cili ka qenë djalë me ngjyrë, apo le ta themi e rom, i dashuruar me një vajzë me ngjyrë të bardhë, do të thënë nga dora tjetër, si i thonë. Me patjetër që ka qenë shumë e vështirë për familjet, ka qenë shumë e vështirë për ato të dy. Fillimet kur ato të dy, do me thënë, nuk i kanë treguar askujt, nuk i kanë thënë askujt për lidhjen e tyre, për dashurinë e tyre, për emocionet e tyre, për pasionet e tyre, ka qenë ndër ditët më të bukura. Do me thënë, kanë ardhur në këtë vend, kanë ndarë fjalët e para të dashurisë, kanë ndarë emocionet e para të dashurisë, kanë jetuar me njëri tjetrin. Le të themi i kanë thurur ato ëndrat e para. Do të thënë, ka qenë një njohje e thjesht, e bukur, por e pa imagjinueshme se do të shndrohej në dashurinë e paharruar të këtij djalit. Ai kujton një moment të bukur kur për herë të parë, do të thënë pikërisht në këtë vend, i ulur në të dy gjunjët, i ka dhuruar unazën e fejesës dhe i ka kërkuar fejes në momentin kur prindërit nuk e dinin. Vajza ka qenë në fakt skeptike për këtë gjë, sepse e ka ditur nga mentaliteti, kultura, familja ku ajo vinte, me patjetër që nuk do të pranonte një fenomen të tillë, me patjetër që nuk do ta aprovonte në asnjë lloj mënyre këtë dashuri, por gjithsesi ajo ka marrë guximin për t'i treguar vllaut të saj, do të thënë puna nuk ka shkuar deri tek babai. Në momentin kur ka marrë vesh i vllai, e ka thëritur këtë djalin, e ka ulur në një tavolinë për një kafe dhe ka kërcënuar që të largohet nga motra e tij, për faktin sepse ky është një djalë me ngjyrë dhe nuk ka shansa që motra e tij të ketë lidhje me një djalë i cili është me ngjyrë. Dashuria është shkatruar, ëndrat janë prishur, telefoni është thyer vajzës, do me thënë, nga dora, dhe gjithçka ka mbetur këtu. Pa asnjë lloj shpjegimi, pa asnjë lloj arsyetimi, kjo vajzë është larguar përgjithmonë nga ky djalë. Janë bërë një vit e gjysmë që kur çdo gjë është ndërprerë, kur çdo raport është mbyllur, do me thënë nga informacionet që djali ka, familja e kanë fejuar vajzën me mblesëri diku tjetër, vetëm e vetëm që të mos të ketë asnjë lloj afrimiteti me djalin në fjalë, dhe dashuria në fakt që dikur u premtua, dashuria që dikur u fol, sot mbetet një ëndër e parealizuar. Ai është shumë zemërthyer dhe dëshironte që nëpërmjet këtij rrëfimi, këtij videomesazhi, t'i çon dy fjalë ku vajzës t'i tregon që pa marrë parasysh se si rrjedhin gjërat, pa marrë parasysh se si ka ardhur dashuria e tyre, edhe pse që në start, do me thënë, ishte një mollë e ndaluar, ai përsëri e do shumë. Ai përsëri e ndjen në shpirt dhe ai nuk e ka tradhtuar që në ditën kur ato të dy janë ndarë, sepse ka patur shpresën që le të themi atë fjalën e dhënë që kjo vajzë e ka dhënë, atë premtim, një ditë ai do ta kishte, një ditë ai do ta realizonte, një ditë ai do ta ndjente këtë dashuri të madhe nga partnerja e tij, por fatkeqësisht, do me thënë, kjo histori ka përfunduar dhe nuk është se ka më kthim pas. Ai dëshiron t'i kujton që momentet e bukura dhe më të lumtura të jetës së tyre, ato momente kur ato të dy kishin streset e jetës, ato momente kur ato të dy kishin mërzitjen, ato momente kur ato të dy kishin atë lodhjen shpirtërore nga përditshmëria,
i kujtonin pikërisht këtu, në këtë vend ku jam unë. Dhe nga ky vend, ai thot vetëm të dua pafund, të dua, edhe pse unë nuk jam me ty, të dua në ëndër, të dua në zgjimin e mëngjesit, kur dielli nga dritaret bie në sytë e mi, do të mbetesh gjithmonë kujtimi më i bukur, dashuria e paharuar dhe momentet më interesante që ne të dy kaluam. Në fakt, vajza e cila ka qenë pjesë e kësaj historie, me patjetër që do ta kupton nëpërmjet këtij mesazhi, nëpërmjet kësaj video, këtë mesazh që ka dashur t'ia çojë ky djalë. Ai lutet në fakt kundërdrejt të gjithë familjeve të tjera që të mos shkatrojnë dashuritë e vërteta, pa marrë parasysh se si vinë ato, pa marrë parasysh se nga ku vinë ato. Dashuria është dashuri dhe rëndësika që të jemi me ato të cilët na falin kënaqësinë, na falin lumturinë, na falin pozitivitetin, na bëjnë që ne të jemi produktiv në jetën ku ne jetojmë, të jemi kreativ për gjërat tona. Dhe më vjen shumë keq që kjo dashuri ka përfunduar në ndarje. Do të thënë është një problematik serioze ku mentaliteti bëhet pjesë e përditshmërisë, mentaliteti bëhet pjesë e zgjedhjeve tona, mentaliteti bëhet pjesë e zemrës tonë, e ndjenjës tonë dhe normalisht emocionet tona përfundojnë aty ku ne i nisim. Dhe pikërisht kjo histori ka përfunduar në vendin ku ka nisur, këtu. Dhe këtu për herë të fundit, vajza është takuar me djalin në fjalë, i ka thënë që ne të dy nuk do të shkruajmë më, pretendimi ka qenë se ndoshta edhe mund të shkruanin, por gjithçka do të thënë ka përfunduar. Djali në fjalë urron që ky mesazh apo kjo video apo kjo histori të mbëri në veshin e saj dhe ajo ta kupton gjithmonë se të lëndosh një zemër nuk është e lehtë, të thyesh një shpirt nuk është e lehtë, dhe sidomos një shpirt që thyet nga dashuria. Dashuria është e vetmja gjë që Zoti nuk e zbriti në tokë, por e mbajti për vete. Domethënë është e vetmja gjë që nuk ka shpjegim, është e vetmja gjë që nuk ka fjalën që ti mund ta përshkruash edhe se si duket. Domethënë është diçka hynore që ndodhen brenda nesh dhe ato të cilët e kanë përjetuar dhe kanë përfunduar në këtë stat ku është vajza edhe djali ka përfunduar gjithçka me dhimbje. Unë uroj me zemër që vajza në fjalë të kalojë e lumtur në jetën të cilën e ka përzgjedhur, por uroj edhe me shpirt që edhe djali në fjalë i cili ka shkruar këtë rrëfimin dhe uroj të jetë i kënaqur nga kjo që unë mundova sadopak, domethënë t'ia interpretoj nga vendi ku ato kanë kaluar momentet e bukura, këtu ku kanë ngrënë çokoladat e para, këtu ku kanë dhënë puthjen e parë, këtu ku kanë marrë përqafimin e parë, këtu ku kanë shijuar të gjithë këtë ambient të dashur dhe kanë ndërtuar ëndrat e tyre të dashurisë. Të dashurosh nuk është krim, të dashurosh është dhurata më e bukur që mund ta merr një njeri.